Sot jemi këtu për të folur për një dështim serioz të kësaj qeverie pa legjitimitet etnik për humbjen e 60,77 milion eurove grant nga Bashkimi Evropian, mjete të pakteshme të destinuara për ndërtimin e seksionit të tretë të korridorit 8, pjesës hekurudore drejt Bullgarisë. Këta nuk janë vetëm para, po janë mundësi historike e humbur për zhvillimin ekonomik të vendit, për modernizimin e infrastrukturës dhe për forcimin e lidhjes sonë me Evropën. Sipas dokumenteve zyrtare të dorëzuara nga vetë qeveria në kuvend, këto fonde IPA nuk janë më të disponueshme sepse tenderi i shpallur në vitin 2024 është anuluar dhe kontrata për ndërtimin e seksionit të tretë të hekurudhës nuk është lidhur brenda afatit të përcaktuar. Pra, humbja e 60,77 milion eurove nuk është një pretendim politik i joni, por pasojë e dokumenteve dhe akteve zyrtare të institucioneve. Qytetarët do të dinë se në fund të vitit 2023, respektivisht 12 dhjetor 2023, kur Bashkimi Demokratik për Integrim ishte pjesë e qeverisjes, u sigurua paketa më e madhe financiare për këtë projekt në vlerë prej rreth 560 milion euro. Edhe atë 175 milion euro kredi nga Banka Evropiane për investim, 175 milion euro kredi nga Banka për rindërtim dhe zhvillim, 149 milion euro grant nga WWF, korniza investuese për Ballkanin Perëndimor dhe 60,77 milion euro grant IPA nga Bashkimi Evropian. Ky është rezultat i besimit të partnerëve evropian dhe i punës për të vendosur korridorin 8 si projekt të strategjik të shtetit. Të nderuar, Bashkimi Demokratik për Integrim e ka paralajmëruar me kohë se kjo qeveri nuk e ka korridorin 8 prioritet. Ne kemi thënë se zvarritja e projektit dhe ndryshimi i prioriteteve do të sjellin pasoja. Sot, fatkeqësisht, qytetarët përballen me këtë rezultat, humbjen e fondeve evropiane. Korridori 8 nuk është thjesht një projekt infrastrukturor, ai është korridor panevropian, pjesë e rrjetit strategjik të transportit të Bashkimit Evropian dhe me rëndësi të veçantë për NATO-n. Ai lidh Adriatikun me detin e Zi, forcon sigurinë rajonale dhe krijon mundësi të reja ekonomike për vendin tonë. Për këtë arsye, Bashkimi Demokratik për Integrim vlerëson se veprimet dhe mosveprimet e kësaj qeverie krijojnë dyshime serioze për qasjen e saj dhe projekteve strategjike euroatlantike, zvarritja e korridorit 8 dhe humbja e fondeve evropiane krijon përshtypjen se projektet me rëndësi për NATO-n dhe Bashkimin Evropian po lihen në plan të dytë. Sot kërkojmë përgjigje të qarta. Kush mban përgjegjësi për humbjen e këtyre mjeteve, respektivisht 60,77 milion eurove? Pse nuk u përmbushën afatet për realizimin e projektit? A do të duhet tani që qytetarët ta mbulojnë nga buxheti i shtetit atë që Bashkimi Evropian ishte i gatshëm të financonte si grant? BDI do të vazhdojë të mbrojë orientimin euroatlantik të vendit të realizimin e korridorit 8, sepse ky projekt nuk është pronë e asnjë partie politike, është interes strategjik i shtetit dhe i qytetarëve. Ne e siguruam financimin, ne e vendosëm korridorin 8 në agendën evropiane, sot kërkojmë përgjegjësi për humbjen e një mundësie historike. Faleminderit.